Doli Hoxha, koleg, jemi njohur që në vitet 98 bashkë, në kohën kur Kosova ishte eksodi, ishte lajm dite në gazetat tona ku punonin. Sot takohemi në një shesh për le të themi për 31 ditë, vazhdon të ketë zemrën, le të themi, sepse numri nuk duam t'ja përcaktojmë se është zhuna t'ja përcaktojmë numrin. Nuk ka numër. Nuk ka numër. Rëndësishmë është që ka zemër, që pompon gjak, oksigjen, edhe ka dhe mend, madje. Shumë, është aktive. Polit, kam parë disa herë në shesh, jemi takuar, jemi parë, por nuk kemi komunikuar. Mendojnë që protesta do të ketë fryte. Fryte. Patjetër. Kjo protestë njërë, jo vetëm për Shqipërinë, po dhe po të jesh lexues i vëmendshëm i analizave të medias ndërkombëtare dhe madje edhe të specialistëve të komunikimit apo të sociopolitikës, dhe bëhet fjalë për vende që kanë 300 vjet që bëjnë protesta, dhe e njohin si institucion demokratik, dhe të gjithë bien dakord që kjo është një protestë risi edhe për ato vende. Dhe pse e thon këtë? E thon këtë sepse është një lloj proteste e cila nuk ka kokë. Pavarësisht se përpiqen të krijojnë kokë ka ku vende, grupe organizatorë. Atë duan. Ose ta presin, ose ta blejnë, sipas modelit të tyre. Patjetër. Dhe jo vetëm që s'ka kokë, por nuk ka, ne folëm për numër, nuk ka as numër. Dhe unë kur bëj debat me këta që brapa vrimës së Chelsea nxjerrin numra ose i bëjnë fotografi protestës, unë ju them, ti o zotëri vjen në orën 7 dhe bën një fotografi. Dhe thua sa dobët sot. Unë vinë 8:30 dhe bëj një fotografi që është 2 fishi i fotografisë tjetër. Dikush tjetër vjen në 9:30 dhe ka 2 fishin e fotografisë time. Kur fillon protesta e vërtet me marshinë, bëhet akoma më e madhe. Pra nuk ka numër, sepse kjo është dhe një protestë shumë e çuditshme, në kuptimin dhe të bukurisë, po dhe të çmendurisë. Sepse kjo dhe po serdhe, këtu nuk të mërzitet. Nuk është si protestat e partive që të mbajnë emrin shënit. Jo, kjo nuk të mërzitet. Po çfarë bën kjo? Vjen kjo atje ku je ti, te lagja tënde. Kalon të shtëpia tënde. Po deshe, hajde me mua 100 metra, ose më duar trokit nga dritarja. Kështu që në këtë kuptim, kjo është kurse nga kuptimi politik. Është protesta e parë jo partiake. Por shumë politike, është protesta më politike se gjithë partive politike që kanë bërë protesta bashkë. Dhe kjo është një protestë që njerëzit që po përpiqen të analizojnë, po dalin gjithë idiotë. Po të shikosh njerëzit dhe shumicën e mediave, për hir të së vërtetës, po dalin idiotë, jo se janë idiotë, por nga që nuk duan ta besojnë që kjo është një protestë që nuk ngjan me ato kuadratet freme. Anti-amerikane, agenturave, madje dhe mbajtën shumë kozvërnesin dhe flamingot, por tani sigur janë dorëzuar dhe nga kjo. Pse? Sepse s'duan të pranojnë të vërtetën e thjeshtë që ka kjo protestë. Kjo protestë, gjithë njerëzit këtu një nga një, kanë në shtëpitë e tyre, në jetën e tyre, edhe zvërnec, por kanë edhe gërdec. Prandaj i kanë bashkuar, gjithë kasën. Këta kanë, ndoshta kanë edhe zvërnec dhe gërdec e njëjta familje, e njëjta. Por mbi të gjitha nuk ka njeri këtu, duke më përfshirë mua mikun tëm, që e kanë vajzën jashtë, jam i detyruar ta çoj jashtë, sepse këta kanë shkatruar dhe arsimin, këtu s'ke besim, për shkollë. Këta kanë, nuk ka familje në Shqipëri që s'ka flamingon e vetë, që këta e kanë përzën nga habitati. Dhe pastaj pyesin çfarë kanë këta, çfarë halli kanë këta. Dhe më kryesori afare është që këta kanë kërkesat më të thjeshta, më të bëshme dhe më normale. Dhe ata bëjnë sikur si dëgjojnë dhe sikur ka zbritur, sikur si kuptojnë, sikur ka zbritur alien. Çfarë thon këta? Këta thonë, o zotërinj, neve ju kemi pritur 36 vjet. Ju bëni sikur këtu është tranzicion. E keni shpikur të fjallën tranzicion, e mos e tranzicion është. Po vini dhe ikni. Kur ndodh në të shtë, po, ndërojnë ju e se tranzicion është. Tranzicion, rotacion. Rotacion, ndodh në të shtata, tranzicion është. Vriten njerëz në bulevard, tranzicion është. Bëhen incineratorë, tranzicion është. Del Belinda Balluku si një
si një balë korupcioni edhe organizate kanë zirë tani kriminale spaku, si që kanë thënur me herët. Ja mëse ka tranzicioni këto, sigur janë ato kuçrat e fëmis edhe kaloj. Dhe është të mërshme dhe me këtë mashtrim, këta tani nuk duan të mashtrojnë dhe nuk mundesh më sepse ka zgjim. Dhe ju thonë, zotërinj, juve duhet bëni të çlironi votat dhe duhet të çlironi zgjedhjen. Dhe po deshët me zare pa hile, me letra pa shenja, futuni në lojë, le të futet dhe Berisha dhe Rama, po jo të mblidhen ata, të bëjnë kode zgjedhore nga 140 deputet, 100 i kanë nxjerrë nga xhepi Sali Berisha, 50 gjysma ti nxjerr Sali Berisha, gjysma ti nxjerr Edi Rama. Populli s'ka asnjë. E para e dyta, është anormale kjo? Është anormale që vota e këtyre të numërohet në kohë reale si në Kosovë për shembull, se këta lekët e korrupsionit Pindaj. I numërojnë në sekondë. Po votat e këtyre duan 2 muaj t'i numërojnë. Mendojnë. E kupton se si do t'i ndajnë. Tani, për ironi kjo është normale. Referendumet janë në gjë normale. Për gjëra madhore e ke parasysh të pyetet populli kur e ke dhe në kushtetutë, sepse ne në 1/2 i kushtetutës thotë sovranitetin e këtij vendi e ka populli shqiptar. Dhe ushtron thotë. Nëpërmjet përfaqësuesve që janë deputetët, ti deputetët i ke kapur, se nuk i nxjerr populli, i nxjerr kryetari me lista të mbyllura. Ose drejt për drejt që janë referendumet. Referendumet hajde mbledhin me 50.000 vota. Firma nuk ta quajnë ata në parlament. Dhe ka ndodhur apo? Tani ty ti ka hequr këto. Dhe ata thonë çfarë duan këta? Duan të drejtat e mia valla. Dhe thelbi që të mos e zgjas, këta nuk duan as çuditëra, as qiqra në hell, as mrekullira, as që të filloj çdo gjë nga tabula rasa zero. Por këta duan normalitet, duan parlament normal, zgjedhje normale, qeveri normale. Kryetar partisht normal, nuk duan as Skënderbe, as Lexhend. Normal si dhe pastaj vazhdojmë jetën. Biznesi çlirohet, mediat çlirohen, dhe që do ketë korrupsion, që do ketë krim të organizuar. Patjetër, mos e kjo është shteti ligjor dhe lufta që bëhet, po jo ti ta bllokosh drejtësinë spakun konkretisht, duke arrestuar 83 deputet. Si dele dhe thua jo. Kjo për mua nuk duhet vite spaku, e kupton? E vendosur. Jo, nuk është kështu shteti ligjor. Puli, a bën një parashikim të protestës, mendojnë që sepse 31 ditë asnjë se kishte menduar, a? As ata vetë se kanë menduar, as ne se kemi menduar. Ata i mban mend jo po do filloj botërori, jo po vapa, jo. Normale, jo po vapa, jo po ishte sa paku bënë, jo po i nxeti, jo po. Do të ka shumë, po ndërkohë pam që edhe dhuna ajo përplasje që patën te kuvendi ishte më shumë në numër. A ke një perceptim tënd si gazetar me eksperiencë për të thënë që ku do shkoj? Duhet këta me të shikoj unë më të qartë dhe më të vendosur janë këta po t'i pyesësh një nga një dhe jo dhe aq folësit. Nuk e kam fjalën për mikrofonin. Se folësit janë edhe për... Jo, folësit kanë rolin e tyre se nxjerrin ato... Ne njohim shumë mirë, po, pjesën e moderimit. Pasqyrojnë zvërnetët dhe gërdecët e tyre, domethënë, dhe i thonë dhe mirë bëj. Por në thelb të gjithë ta janë të vendosur. Sepse kanë kuptuar që kjo lojë por i nisi edhe një herë, e ke parasysh do bëhet dhe më keq. Dhe ky është një shans historik dhe kjo është dhe një lloj proteste. Që s'ka më kthim pas. Që s'ka më kthim pas, po është dhe një lloj proteste që e ka zgjuar popullin. Shikoj. Klasa politike nuk kupton një gjë ose bën që s'kupton. Dhe mua më ka thënë shumë miq dhe shok që nuk vinë. Poli thonë, mos u lodh kot thonë se na ka hyrë në shtëpi. Është një protestë që tashmë ka hyrë në shtëpitë e shqiptarëve. Mos kot që numërojnë tha sepse janë 10 fishi, 100 fishi dhe janë bashkë me ta. Po të ulesh në një lokal, të shkosh në një dyqan për këtë flasin. Dhe i japin të drejtë. Kështu që në këtë kuptim populli është zgjuar. Dhe më Shqipëria dhe kjo këtu ka arritur fitoren më të madhe, kjo protestë. I ka zgjuar një dhe ka çmitizuar këtë klasën politike, sepse po ta vësh re mirë se si kanë luajtur këta deri tani. Arma më e fortë e këtyre ka qenë dëshpërimi dhe disfatizmi, demoralizimi. Çfarë na ka thënë këta? Rama është shumë i fuqishëm, ka Sorosin, ka ndërkombëtarët, ka gjithmonë mitizimi. Berisha, vetëm Berishën duan. Dhe kjo domethënë i ka bërë njerëzit të thonë, s'ke çu bën këtu. Këta
të ulim kokën, ti nështrojmë i fatit, këta u të shmitizuar. Jo, nuk janë vetëm këta. Dhe kartën, dhe për balë ndërkombëtarëve, po ta vëshëre dhe zgjimi është shumë i rëndësishëm. Gjithë bota flet për këta. Nuk ka bërë vaki agjensi si Reuters, që ndoshta më e madhja për shpërndarje lajmit në botë, të vi të ri një javë, 10 ditë këtu dhe të transmetoj live. Por gjitha këto shkojnë në zyrat e kryeministrave, të kancelarive etj. Dhe në fund fare, kjo ka nxjerrë që ne nuk po kërkojmë që mund të ishte shumë normale, siç ndodhi në Angli, me 8 milion vota dha dorëshjen, siç do të rëndom në Perëndim, që del populli të kërkon dorëshjen dhe nuk ka ndonjë habi. Dhe për kushte normale, që do të thosha për një skandal të vogël, për një premtim të pambajtur, ku diun. O zotëri, unë po të kërkoj dorëshjen ty që ke gjysmën e qeverisë në burg, gjysmën e hetim, 3 qerekun e kryebashkiakëve, sepse harrohet dhe kjo. Ti duhet ta kishe dhënë dorëshjen me kohë. Forcën e ti që thotë 2030. Ajo nuk është, jo, e hoqi. Me foto me çorape të bardha. Jo, po para protestës e mbarë në që tha. Pse jo tha dhe deri në 2050. Tani tha, sa të nënshkroj unë, tha, atje dhe unë atë ditë do ikim tavolinë. E do Europa Ramën? Jo fare, jo vetëm që se do, por Rama tani ju hoqi dhe vetëm ja kartë, kjo protest ka një merit të madhe. Të gjithë liderët politikë, sistematikisht, me ndërkombëtarët kanë luajtur një kartë. Dhe ndërkombëtarëve nuk, ndonjëherë kur themi, dhe kemi qenë dhe të zhgënjur, etj, pse i kanë përkrahur, pse i kanë mbajtur kur s'duhen mbajtur. Është ajo pyetja, po ta kishe kryeministrin e vendit tënd, t'ja bësh një ambasadore, do ta mbaje? Po. Jo. Po pse do ta mbajmë ne? Pse na i lini ne? Dhe kush ka qenë përgjigje? Përgjigja ka qenë sepse këta na mbajnë stabilitetin, çështja e stabilokracisë së famshme. Është Ballkani një lloj rajoni që ka dhe rusë dhe kinezë dhe serbë etj. Fuqi baruti. Fuqia e famshme, domethënë që në kohën e ka quajtur ish Kajzeri Gjerman. Çështja është këtë kartë se e kanë përdorur shumë fuqishëm dhe nëse të kujtohet ty dilte Berisha me Molotov bënte ato teatret këtu. Po. Dhe ky sa policë nxirrte, sikur do bëj luftë e madhe. Berisha me 500 veta ku nxirrte 1500 policë. Edhe duke ju tregonte ndërkombëtarëve ai hidh zjarr, ky bëj hidhi ujë, bëj sikur për leshët të nesër të kishin në parlament, duke përçafuar. Bisedonin dhe votonin ligjin. Dhe ju thoshin ndërkombëtarëve dëgjoj. Këtë stabilitetin e këtij vendi dhe destabilitetin e këtij vendi çelsat i kemi ne në dorë. Sot nuk i kanë ata dhe ndërkombëtarët dhe janë bërë dhe analiza dhe janë dhe në shtyp. Sepse imagjinoj për shkakun kancelarin Merkel që t'i thot Edi Ramës, o zotëri t'i thot, kur bëhet kombëtare që mblidhen gati 200.000. O zotëri ti, ose për 30 ditë këta që janë, o zotëri ti fut do të në shtëpi këta? Ti sqaron do të këta? Se ata 200.000 vërtet s'prekin asnjë gjethë peme. Po ata 200.000 mund të janë uragan dhe prandaj abidin ata, domethënë sa i kulturuar, se na kanë hequr dhe zhuli në botë. Na kanë hequr zhuli në botë. Kjo protestë na kanë pastruar pak fare, jashtëzakonisht. Po jo ju thonë shqiptarëve ku jeni kampion tani, se deri dje na lidhin me drogën, me pislleqe etj. Ne dim titujt. Titujt sot të mëdhenj janë sa proteste bukur, sa popull i kulturuar. Çfarë qendrese, çfarë qytetarie. Dhe kjo nuk është pak, por këta e kanë mbyllur historinë dhe fitoria më e madhe është e kësaj proteste është që Shqipëria më nuk do jetë kurrë si më parë. Dhe në këtë kuptim, të protestë me një fshëllim ne të dy nga rrjeti social e thërresim kur të duam edhe sikur të ikin në shtëpi. Vetëm të bëhet një gabim, por unë jam i sigurt që kjo do t'i arrijë qëllimin. Do t'i arrijë qëllimin, po qëllimit final. Jo, ky do filloj të bëj lojra, sot paralajmëroj që do bëj qeveri të re. Ku t'ja ndjen? Se këta as po i lutën, as po negociojnë. Pastaj do thot, e thonë këta analistët e midjes të peshkut, kolegët tanë. E thonë, pas 45 ditëve, ja u fut pas 45 ditëve në zgjedhjet parakoshme. A fiton prapë? Jo, më vlla, nuk ka zgjedhjet parakoshme. Me thertoren Rama Berisha. Bëni parti, u thonë. E ke dëgjuar? E këshilloj. Bëni parti, u thonë, se dhe mund të fitonë. Si parti të futen thertoren e kodit zgjedhor që ka bërë Rama me Berisha. Dhe ta ignorojnë dhe të protestën. Ta bëjnë se shkanë bërë me partitë e tjera. Ta nxjerrin me një deputet, moj, pati juve, sa i do populli këta. Jo, janë hapat shumë të qartë. Jep dorëshjen qeveri teknike, jo partijake, me ekspert, me mbrojtjen dhe monitorimin e ndërkombëtarëve,
me mbrojtjen e protestës, protesta gjithmonë gati, që thirret në çdo moment, çoja parlamentit, kushtetutën e re, ligjet e reja dhe po këta vetë me kokën ullur, me prapanicën lartë dhe kartonat lartë, do ta votojnë, sepse e dim që se votojnë me qef, po do ta votojnë nga presioni kësaj i bashkuar dhe elementi tjetër kryesor që shpresoj të lëviz, pavarësisht se i ka dhënë disa bonuse të mira protestës, sidomos ditët e para me zvërnecin, po dhe 2 goditjet e rënda, është dhe spaku. Është dhe spaku, dhe këte janë 3 faktorë që ata nuk i shpëtojnë dot. Në momentin që këta do jenë të koordinuar që në një farë mënyre të jenë rastësisht do të thosha të koordinuar, ata i pret më keq se sa dorëheqja dhe se sa largimi nga politika, por këtë jam e bindur. I pret burgu. Ja, e bërë një parashikim Poli Hoxha, se është gazetari i vjetër Kronika. Ka parë pranga. I pret drejtësia se lozin dhe në Drejtësia. Protesta së fut në burg. O zotëri, protesta, ditë se thot Rama në burg, Berisha në burg. Se ju refuzoni të paraqiteni para drejtësisë të bëni vetë. Po pra, kjo është. Të gjithë e dinë që është mbushur kupa, të gjithë e dinë se çfarë afera që janë bërë, të gjithë e dinë sa copa toke Shqipëria janë shitur dhe Se janë gjërat e mëdha, po sa nuk dim. Po sa nuk dim. Po sepse këti kudo që t'i fuzur, po më thuajnë, ke aeroport në Kukës, ke aeroport në Vlorë. Moj po, a u bëj jo pistën, do bënte pistën, do inauguroj kësaj Formula 1 në Elbasan, është ma? Jo, s'është Edhe parkun e Edenit e prishim me vrap se do vinin t'i vinin shiritin e verë. Atëherë drejtësia funksionon për ata që s'paguajnë drita, për ata që s'paguajnë gjobrat e makinave, për ata që s'paguajnë energjinë elektrike e tjera. Poli, edhe një pyetje të fundit shumë shkurt konciz desha. Mendojnë që fjalimi i dieshëm i kreut të Parlamentit Evropian ishte një dënim me vdekje për qeverinë I zvendësit të Rumonit ishte një më e frikshme se gjithë ato që kanë dëgjuar nga protesta, apo dhe nga gazetarët. Ceausescu. Do më thënë, e dish do të thotë zvendës presidenti Parlamentit Evropian, mos është paguar dhe ajo. Patjetër që është paguar. Që është janë këto histori. Patjetër, gjithë agentë që jemi neve këtu. Problemi është i fortë është dhe këtu, a? Problemi është na paguajnë me para iraniane dhe rubla ruse. Dhe s'puna dhe euro edhe dollari, okay. Problemi është që këta të thash se kjo protesti kanë nxjerrë dhe idiot. Do të thonë, thot ai për agjenti iranian apo ku diun çfarë etj. Kur ndërkohë ai është përgjegjës më shumë duhet ai është përgjegjës për agjenturat e huaja, se si jemi ne kush na ruan ne ato. Dhe ju tregon ky Amerikan. Çfarë të jap vetëm një detaj interesant. Ky që flet për agjentura antiperëndimore, anti-amerikan, anti-amerikanisht. Është era e parë që mbaj mend tun, po të 36 vjetët që sa herë ka patur protesta. Dhe jo të këtij niveli, po edhe më të vogla. Ambasada amerikane dhe është një rutinë protokollar dhe ka thënë në shtetasit e vetë, ka njoftuar ku ka turma, keni kujdes se si dihet. Dhe është herë e parë që këtu ka dhe turma të frikshme që s'kanë bërë vetë. Dhe ambasada nuk reagon. S'pas ka merak ambasada për agjentët iranian për në shtetasit e vetë se mos i vrasin. Pa ja ku është doli i disat. Po, përkundrazi është një mbështetje indirekte. Ai mungesa e njoftimi. Dhe do më thënë, këtë protestën e iranianëve e mbështet ka Amerika, indirekt, se dim që dhe vërtet, e mbështet ka Gjermania, e mbështet ka eurodeputetët. Por e financon struktura dhe agjensi iraniane që janë armik me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ky po bën pak. Dhe unë e di që është përpjekur të bëj shumë këto brenda. Po. Sepse kjo protesti i kërkon këtij, madje dhe Berisha është përpjekur shumë. Ju kërkon kokën në tepsi. Tani imagjinoj sa të fuqishëm janë këta, sa miliardierë janë këta, dhe nuk do rinë duart kryq. Por ju ka ngesur as leku si funksionon, as shantazhi, as kërcënimi, as bërja pis që i bën njerëzit, ju merr ju bën biografinë. Njerëzit nuk i funksionon, e di sepse është kulluar e pastër revolta. Vjen nga shpirti, vjen nga grumbullimi i 10 viteve dhe jetës së përditshme. Është ai djali atij që këtu në flamurin e shkon. E kam parë atë çunën. Pritani, ai është për një intervistë Andrea. Do ta marrim Andrea. Po do ta marrësh atë Andrea, ka 36 ditë dhe ai flamur 6 orë nuk është. Po e di ku punon ai para ditën? Ku punon? Në ndërtim. Do ta gjejmë Andrea. Ai shkon punon në ndërtim dhe vetëm me shpirt dje kur i zun emrin për herë të parë, u kujtuan, ciao. Ciao, e pash edhe u bë video virale. Poli Hoxha, faleminderit. Faleminderit. Do të shihemi edhe punë të mbarë sukses të dyve.